Në kuadër të shënimit të ditës së komunës së Ulqinit dhe ditës botërore të ndërgjegjësimit për autizmin 2 prillin, në Kollomz në komunën e Ulqinit është hedhur një hap domethënës drejt ndërtimit të një shoqërie më gjithëpërfshirëse dhe më të ndjeshme ndaj nevojave të të gjithëve, vendosja gur themelit për qendrën ditore Sirena. Ky projekt përfaqëson jo vetëm një investim infrastrukturor, por mbi të gjitha, një investim në dinjitetin, mirëqenien dhe të ardhmen e qytetarëve me nevoja të veçanta. Në një atmosferë të mbushur me optimizëm dhe solidaritet të pranishmit, patën rastin të dëgjojnë fjalët të përfaqësuesve institucional dhe drejtuesve të këtij projekti të rëndësishëm, të cilët ndan vizionin dhe përkushtimin e tyre për realizimin e kësaj qendre. Fillimisht të pranishmeve ju drejtua drejtoresha e qendrës ditore Sirena, Salie Meçikukiq, e cila theksoi rëndësinë jetike që ka ky projekt për familjet dhe individët që prej vitesh përballen me mungesën e shërbimeve të specializuara. Sinqerisht mund të them se personalisht ndjehem shumë e lumtur dhe emocionuar për këtë ditë, për këtë nismë të re që do emërohet sot, dhe ku çdo person i cili ka nevojë për shërbime, të cilat do i ofroj kjo qendër ditore apo qendër rehabilituese, do t'i marr ato në mënyrë më bashkëkohore të mundshme. Atëherë, unë personalisht jam falënderuese përzemërsisht komunës së Ulqinit, si në emrin tim personal, po ashtu dhe në emrin e personave të cilët kanë nevojë për këto lloj shërbimeve, e po ashtu në veçanti për prindërit e këtyre personave. Ju faleminderit përzemërsisht. Më pas, fjalën e mori sekretari për veprimtari komunale në komunën e Ulqinit, Lart Taipi, i cili vuri në dukje për kushtimin e institucioneve lokale për të investuar në projekte që kanë ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve. Ai theksoi se kjo qendër është dëshmi konkrete një politike që synon barazi dhe përfshirje për të gjithë. Sot në një datë të veçantë, ditën botërore të autizmit, sillem rëndësi të veçantë për komunën e Ulqinit dhe për shoqërinë tonë, jemi mbledhur që të vendosim gur themelin e qendrës ditore për fëmijë dhe të rritur me nevoja të veçanta. Një qendër e cila do të shtrihet në një hapësirë prej 1400 m2, i cila do të plotësojë të gjitha nevojat të cilat ju jep në qytet si përket tretmaneve dhe kushteve të domosdoshme të një qendre ditore për persona me nevoja të veçanta. Po ashtu do të jetë një hapësirë ku fëmijët dhe të rriturit, e cila do të jetë një risi për të rriturit në qytetin tonë, ku do të kenë hapësirën e nevojshme të ndihen të pranishëm dhe të kenë të krejt nevojat e plotësume në një qendër ditore. Po ashtu do të jetë një hapësirë dhe për gjithë familjarët me të cilët nuk do të ndjehen vete. Nuk është rastësi që bashkë sot vendosim këtë gur themel, dita botërore e autizmit në rikujton që nuk duhet vetëm të kemi mirë kuptim, mirë po të marrim dhe vepra konkrete. Me një projekt të tillë si Komunë e Ulqinit, tregojmë se kemi marrë hapa konkrete sa i përket politikave sociale, gjithëpërfshirëse dhe si dhe përfshirja institucioneve. Njëherë dua t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë projekt që kanë kontribuar të arrijnë deri në këtë fazë, i cili ka zgjatur rreth 2 vite. Po ashtu dua t'i drejtohem të gjithë prindërve, familjarëve, të cilët çdo ditë mbështesin personat dhe fëmijët me aftësitë të kufizuar apo me nevoja të veçanta, që ky objekt ndërtohet për ju, për nevojat e juaja, për sigurinë e juaj dhe për një të ardhmen e juaj. Në vijim, kryetari komunës së Ulqinit Genci Nimanbegu theksoi rëndësinë strategjike të këtij investimi prej 2.2 milion eurosh, i cili financohet nga buxheti komunal. Ai u shpreh se ndërtimi i qendrës Sirena është një moment historik për Ulqinin, duke qenë projekti i parë i këtij lloji pas shumë dekadash dhe një hap i fuqishëm drejt ndërtimit të një komuniteti më të drejtë dhe më human. Të nderuar qytetarë të Ulqinit, të respektuar përfaqësues të institucioneve, të dashur prindër, të dashur familjar.
zonja dhe zotrinj, miqtë e mi. Sot është një ditë e veçantë për qytetin tonë. Sot këtu, Kullomës, pikërisht në ditën botërore për ndërgjegjësimin për autizëm, po vendosin gur themelit e qendrës ditore Sirena. Një projekt që nuk është vetëm objekt ndërtimi, por simboli kujdesit, përfshirjes dhe humanizmit për fëmijë, dhe të rritur me nevoja të veçanta. Pas shumë dekadash, ky është objekti i parë i këtij lloji që po realizohet, duke sjellë shpresë dhe mundësi të reja për shumë familje. Kjo qendër lind si nevojë e domosdoshme për komunitetin tonë. Për shumë vite, familjet e personave nevoja të veçanta janë përballuar me mungesë hapësirave dhe shërbimeve të dedikuara. Sot ne po japim një përgjigje konkrete dhe dinjitoze për këtë nevojë. Sirena nuk është vetëm një qendër, por një hapësirë shprese dhe zhvillimi. Ajo do të ofrojë kushte moderne dhe të sigurta në një sipërfaqe prej 1400 m2, me ambiente të përshtatura për edukim, terapi, aktivitete rekreative dhe integrim social. Risia e kësaj qendre qëndron pikërisht në qasjen gjithëpërfshirëse, duke mos kufizuar vetëm te fëmijët, por duke ofruar mbështetje dhe për të rriturit mbi moshën 27 vjeç gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre. Vlera e këtij projekti në total do të kalojë 2.2 milion euro. Një investim që realizohet nga buxheti i komunës, pra nga taksat e qytetarëve, që tregon qartë për kushtimin ton si veçeverisje vendore për të investuar aty ku ka më shumë nevojë, te njerëzit tanë, te dinjiteti dhe barazia. Sot po fillojnë fazën e parë këtij objekti, e cila përfshin ndërtimin e objektit dhe krijimin e bazës funksionale të qendrës. Në fazat e ardhshme, synojmë të pajisim qendrën me të gjitha mjetet dhe programet e nevojshme profesionale, duke siguruar staf të specializuar dhe shërbime cilësore për të gjithë përfituesit. Ky projekt do të sjellë përfitime të shumta. Jo vetëm për përdoruesit dhe familjet e tyre, por për të gjithë shoqërinë tonë. Ai do të forcojë ndjenjën e solidaritetit, empatisë dhe mirëkuptimit, duke ndërtuar komunitet të drejtë dhe më të barabartë. Të dashur qytetar, ky është vetëm një hap. Hapi madh drejt një ulqini më të qashtëm, më gjithëpërfshirës dhe më human. Ne besojmë se një shoqëri matet nga mënyra si kujdeset për më të ndjeshmit të saj, dhe sot ne po dëshmojmë se jemi në rrugën e duhur. Ju faleminderit të gjithëve për mbështetjen dhe besimin, dhe të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë. Qendra ditore Sirena do të ndërtohet në një sipërfaqe prej rreth 1400 m2 dhe do të ofrojë kushte bashkëkohore për edukim, terapi profesionale, aktivitete rekreative dhe integrim social. Një ndër aspektet më të veçanta të saj është përfshirja një game të gjerë përfituesish, duke përfshirë jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit mbi moshën 27 vjeç, një kategori shpesh e lënë pasdore në sistemet mbështetëse. Projekti do të realizohet në disa faza, ku fillimisht do të ndërtohet objekti dhe do të krijohet baza funksionale, ndërsa në vazhdim do të bëhet pajisja me mjete moderne dhe angazhimi stafit të specializuar, duke garantuar shërbime cilësore dhe profesionale. Qendra Sirena pritet të jetë një pikë referimi për kujdesin dhe për kushtimin institucional, duke sjellë shpresë dhe ndryshim pozitiv për shumë familje në Ulqin dhe më gjerë.